Banorët e lagjës Llazan në qytetin e Koplikut kanë mirëpritur kandidatin e Partisë Demokratike për Malsinë e Madhe Anton Kokajn në një takim elektoral. Ju përshëndet gjithëve për pjesëmarrjen këtu në këtë takim. Në prezantimin e kandidatit ose më mirë më thonë të kryetarit të arshëm të Bashkisë Koplik. Vesha të nisi me të presione që na kanë bë për këtë prishje mitingut. Që kanë bërë tash 2-3 ditë, ja do prishim edhe s'do prishim. Po kishin pas sillë që ata trimat ato që tjerat na kishin ardhur, paktën na kishin dalë përballë. Ka 25 vjet që familja ime veton për Partinë Socialiste. Edhe është hera e parë me zënjë qershor që do jepet vota për Partinë Demokratike. Si unë do të kem shumë mish, shumë shok, shumë dashamirës që janë zhgëjim. Ku varfnia i ka stakatua që pe shohin gjithë familjet tona. E çfarë s'kam lëgut, çka s'kam jena të jetua. Edhe i baj thirrje tan popullit Malësisë Madhe, gjithë shoqërisë, edhe atyre atje që janë tipate të bankiri i madh atje që merren me fshatra. Ta di mirë se fitoria e Anton Kokajn nuk do të ketë absolutisht vazhdimin e fitore maksimale e thellë. Ta hedhim poshtë këto mashtrime që po bën kjo qeveri. Dhe Antoni do të jetë kryetari jonë që gjithmonë do ta kenë parë. Deputeti i Partisë Demokratike Gjovalin Bzhetaj dhe kryekomunari qendrës Isa Rama kanë kërkuar që votat për 21 qershorin të jenë për Anton Kokajn dhe Partinë Demokratike. Me që pala tjetër a lëndon shumë edhe e kanë thënë në shkencë shpifjen dhe trillimin. Po më thotë mua njani që prej Koplikut kam dashur votu për herë të parë për PD-n, po me që qendrën doni me bën bajzë bashkista nuk do me votu. Kjo është një trillim i madh, sepse qendra do të jetë Kopliku, administrata më e madhe do jetë në Kopliku, investimet do të jenë më të mëdha në Koplik se qendra e Malësisë së Madhe. Ka fiks 20 muaj që nga Malësia vetëm shkohen nga Tirana. Pra Tirana merr nga Malësia. Kjo qeveri koleret ekonomike veç e ka varfënu këtë vend. E ka varfënu nëpërmjet papunësisë. Se t'jesh i papunë Malësisë të Madhe, nuk e di se si do t'ja vajnamin fshatara, qytetara, apo një fjalë tjetër që nuk është mirë për me thënë. Nëpërmjet papunësisë, për na humbin atë dinjitetin. Prandaj ju bëj thirrje të tanëve që me 21 qershor të rikthejmë edhe punën, edhe dinjitetin dhe të shkojmë këtu lart në fitore të 21 qershorit. Edhe drejtuesit e Partisë Demokratike në Malësitë e Madhe kanë qenë në të njëjtën linje, ndërsa nuk kanë lënë pa komentuar deklaratat e deputetit të Majt Paulin Sterni. Nuk bëj thirrje që gjatë kësaj jave, sot javë janë zgjedhje, të punojmë shtëpi me çdo person që të bëjmë të mundur që dalim gjithë votime se na djallët ata të Majtë shkojnë rresht e na shkojmë më avash. Prandaj të vijmë të gjithë në votime të votojnë kandidatin zotin Anton Kokajn dhe Partinë Demokratike. Duhet ju bëj thirrje që Bashkia e Koplikut të organizon anave ju. Kësaj radhë jo të fitoj, po të jetë në Bashkinë e Koplikut për shumë arsye që dini edhe ju, rezultati më i thellë në histori edhe më i thellë se në të gjitha qytetet tjera. Me ne fitoria është e qartë, është e dukshme, ta menaxhojmë fitoren me kujdes. Dhe për mos më bëj bezdishëm, sinqerisht unë mendova që mos i kthej më përgjigje deputetit në ikje, po gjithsesi ai ban pjesë të ata burra që njerëz vdekun e merr për dobësi dhe para i detyrohen prapë edhe sot më thon. Presionet tua janë kaq të panjerëzishme, kaq të pamoralshme, por janë fikse të personat e gabum. Malësor kur nuk mund të presionoj. Kur nuk mund të bash presion malësorëve në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Kesh i bindur për këtë gjë. Megjithatë, publikisht do të hedhë një sfidë. Më akuzoi dhe fillimisht po i prezantova unë jam Samia jo Sadiku. Më tha që nuk më njeh dhe më nderove shumë që nuk më njeh se do të isha këtu këmbë nëse jam shok ose miku Lodi, se nuk jam ajo klientela Dhe po të bëj një sfidë publike me që më akuzove se pasan kanë përfitues tenderash. Ka 24 vite që jam antar i Partisë Demokratike, i djathtë, drejtues i strukturave të partisë, legalitetit e shumë gjëra tjera që ti din shumë mirë, po për ata që nuk njohin të din. Në 24 vite asnjë ditë të vetme nuk kanë firmos një bordero si nën punës i shtetit,
dhe në 24 vite as një ditë të vetme nuk kanë bërë kënd përfitues i tendrave publik. Prandaj mërti zotëri në Rum, ke gjithë fiks personat e gabum për me i presionua. Ata që të kanë këshillu ty, me përboha tip presionit, kanë minimalisht dashakti tut, ose aq shumë ignoranta sa që vinë vetëm nivelin tanë. Ti zotëri në Rum, konfirmova atë që ka unë thash miting që i trajtojnë malësorët e malësisë madhe si dele. Si me nën ti që nuk e njeh malësori sheltjen me udhimin. Në fakt ti që je prej Brushkullit, edhe mund të seriozisht, malësorët janë aq shumë inteligent dhe aq shumë të mëshëm sa që nuk mashtrohen nga askush. Njihen shumë në faj që janë mashtruar një herë prej teje dhe do t'japin përgjigjen me 21 qershor, që kur ma nuk mund t'i mashtrosh. Kandidati Anton Kokaj ka kërkuar nga banorët e Koplikut që të votojnë për njerëzit që kanë kontribuar për malësinë dhe jo për ata që e kanë shfrytëzuar. Gjithë bashku t'ju japim hakun, cilët do që mund t'jenë nesër dhe ai kryetar bashkie që sot vjen dhe diskuton dhe kërkon votën, cili ai do person, kryetar, deputet apo drejtues i kësaj malësisë madhe që kërkon dhe fut padrejtësinë, fut armiqsinë, fut intrigën dhe fut atë ti thojmë jo cili do që t'jenë dhe në çdo lloj kohë që t'jenë. Ai vjen dispozicion të malësisë dhe për të shërbyer malësisë madhe, nuk vjen për lanë, për gdhelje dhe për krahje atyre që i shkojnë dhe rrinë tek dera dhe atyre që i qojnë bakshishet të shtëpia e tij. Ne jena për të bashkëpunuar gjithë bashku për ta çuar këtë vend. Dhe jo kërkojmë mbështetjen, jo vetëm për votën, jo kërkojmë mbështetjen gjithë malësisë madhe, gjithë malësorëve, gjithë atyre që të bashkëpunojmë edhe nesër gjithë bashkë për të lënë menim dhe për të lënë hiqi dhe bukurisë nga kanë. Edhe nga banorët e Llazanit, Anton Kokaj ka marrë mbështetje për një fitore të thellë me 21 qershor, si në të gjithë malësinë e madhe.